Ti mendoj që Rama do merrte 69 mandate, praktikisht 14 mandate i do të ishin mandate opozitës ose partive të vogla. Kush ja ka dhënë Ramës to 14 mandate? Bandat apo blerja e votës drejt për drejt terren? Nëse do shohim listat e çdo qarku, ti marrim me radhë, kudo ka prezencë të bandave. Prezencë të zyrtarëve të lartë të korruptuar. Shikoj qarkun Dibër, ty të doli ish kryebashkiaku, i akuzuar dhe për vit parë nga këto të vijës zjarrit për çështjen e 21 janarit, zoti Malaj, i akuzuar që jep tendra familjarëve të tij për tendra korruptive të tjera më radh, doli më i votuari. Zbresim në qarkun Lezhë, më e votuar në qarkun Lezhë doli një zonë nga Fush Mamursi. Më i votuari në qarkun Durrës është zotëria që përflitet që ka mbështetjen e Arken Balla. Arken Balla që kishte mbështetjen e grupeve të caktuara kriminale, në Elbasan, në Vlorë, në Fier, Ceno Klosi del. Në gjithë botën taksidari, ai që të vegjobën, ai që të merr paratë, që të heq paratë nga xhepi. Ka i farë, le të themi, jo për çmim, po nuk është se gëzon ndonjë simpati. Çuditërisht në Shqipëri dhe në qarkun Fier, ky taksidari jo vetëm që nuk përçmohet, që refuzohet, për pëlqet në atë masa të marrë me 10.000 vota. Kështu që ka ndodhur disa fenomene, Sara Mile, një specialiste, mos gaboj, specialiste e çështjeve sociale, të marrë 18.000 vota një individ që puna ka një spektër shumë të ngushtë. Unë jam avokat, unë kam kontakte me noter, me avokat të tjerë, me gjyqtar, me sportele, me institucione, me klient, dhe qofse nesër do kandidoj, nuk mendoj se do mbledh 18.000 vota. Ndërsa një zonjë, një vajzë e re, specialiste për çështje sociale, mos gaboj, arriti dhe ku në qark të Elbasanit, 18.000 vota.